që shikoni këtu unë, Altinin dhe Skënderbeu. Dhe Skënderbeu. Te do të kemi gjithmonë si udhëheqës, jo këto Skënderbejt e tjerë. Miq, ju përshëndesim. Një vit të mbar, ka kaluar një vit tashmë dhe Engjëlli ka shumë për të na thënë, me shumë entuziazëm. Ne kemi gjëra interesante për të thënë. Tani, përveç të tjerave, siç e shikoni këtu, ora është 11:35, data është 5 janar. Data është 5 janar, ora është 11:35 dhe unë këtu Altinit po i tregoj çapo tregoj Altinin telefonatat. Po, telefonatat, po. Telefonatat se nuk e dim tash sa kap kjo këtu. Dhe në telefonatat Altini do lexoj që janë bërë disa telefonata kohët e fundit, janë bërë me Altinin. Me mu. Këtë lere se është me motor, kjo OPG-ja, me datë 4. OPG Komisariati 4. Komisariati 4. Dhe OPG Komisariati 4. OPG Komisariati 4 janë bërë 3-4 telefonata me OPG në Komisariatit 4. Po a është e vërtet që është OPG e Komisariatit 4? Atë e diti se ti ke shënuar atë? Jo, do ta shikojmë bashkë, do ta lexosh ti. Do ta marrim telefon tani? Tani. Unë jam unë dhe bëj një telefonat. Që ka interesante sot. 142. Po. Nuk e di a shikoni juve, 142. 142 është operatori, domethënë shërbimi për klientin i operatorit One. Po. Të telefonisë. Ja ti bëjmë një telefonat, shikoj mirë, shikoj mirë. Ja telefonata. Shiko që doli? OPG Komisariati nuk kanë, po. Ere. Po, në... Do me thënë, dëgjoj tash kush përgjigjet. Po, në loudspeaker që thot? Lidhja juaj shkon për te limiteve, duke ju dhënë shpejtësi dhe performancë. Sikur më parë. Po përgjigjet telefonia celulare, por këtu rezulton OPG i Komisariatit nr. 4. Po, që timi... Prit, po kam me. Nuk e ke regjistru djetë e shumë? Jo, po s'kam mundësi unë të regjistrosh. Prit, kam me. Të lutem, kam me, falenderit. Tani kam me. Tashi OPG i Komisariatit nr. 4, që po vazhdojnë të flet këtu, dëgjoj që këtë tashite. Ta mbyllim këtë telefonat, të shikojmë që kush është numri i OPG-s Komisariatit 4. Lexoje ti numrin. OPG, po, 0, ta them gjithë numrin? Po, lexoje të të. 069 26 32 790. Ky është numri im. O, e që na bone ti sot një më. Prit, ape telefonin tënd. Ape telefonin tënd. Po. Ape telefonin tënd. Dhe mere këtë numër në telefon. Bjeri këti numri. Ti bi numri tatë, Po, bjeri numri tim. Po, dele OPG-t. Jo, bjeri numri tim. Po. Dëgjojeni tash. Ja. Po. Ja. Përgjigju, do të thënë Altini po i bie numrit tim. Po. Që do të thot, me fjalë të tjera, që unë kam marrë veten time në telefon. Po ti, i sekund, bëjmë gjë tjetër një, se ndoshta... Jo. Prit, se kjo është jashtëzakonisht serioz. Po ti bie me numrin tim, domethënë, 142-shit. Nuk do të dalë, bjeri. Ja, do ta provojmë kështu. Po bjeri. Ja. Bjeri. 142. Ashtu, bjeri. Ara, ndrizër. Në linjën e dedikuar për Qa është? A është 142? E pra. rrjetit mobile të One Albania. Era. Po ti bie aty numrin e bi që del numri atë. E kupton ti? E di çka kanë bërë? Atëre. Kjo do të thotë që policia e shtetit me prokurorin, me SPAK-un, dhe me specialistët IT, me ata të prokurorisë të drejtorisë përgjithshme, me ata Ervina Gjanën që është sot në hetim, me ata Agasët e me ata Karçanajt, kanë përdorur gjithfarë marifetesh kriminale për të tjetërsuar të vërtetën, që u të mos kemë mundësi të ankohen, për shembull, i bëj telefonat sot Altinit unë, dhe mund të kemë bërë Altini, mund të ketë vazhduar 20 minuta. Nesër pas nesër, që të mohohet fakti që unë kam folur me Altinin, i vënë emrin atje kompania One. Ta. Tani, thjesht, ndoshta edhe për ata që janë duke na ndjek. Dhe për ata që e dinë. Je sigurt që ti s'ke bë diçka do? Absolutisht, po s'ka mundësi ta bëj unë. Jo, thash ndoshta një gabim në telefon. Po s'ka mundësi dhe si mund ta bëj unë që të marr 142-shin dhe të më dalë në operacioni 4. Se be do të unë erdi. Komisariati. Dhe
dhe nuk mund të marru në telefon veten time. Dhe tjetra, mos harroj që mua më kanë mbyllur Facebookun, Instagramin, Messenger, tani kanë hequr edhe sinjalin e TikTokut. Dhe të siguroj që këtë e ka bërë policia e shtetit me ndërmjetësinë mendimin e vetë kompanisë One. Nuk mund të bëhet ndryshe. Nga të dhenat që kam parë unë në sinjalin e internetit, që më vjen me aparaturën e re, që e mora sepse këta të kompanisë One më meni çdo javë më thoshin që ti sinjalin e ke të dobët, por andaj nuk merr sinjal të plot sepse ke linjën me bakër. Edhe më menin telefon dhe kërkoni patjetër që unë të merrja linjë me fiber. Po. Se kanë ndryshuar këto tash, gjithë po ndryshojnë. Dakor, shumë bukur. Dhe më menin, po unë dyshonja që ata kishin një qëllim të keq në atë. Si që gjithmonë ti dyshues domethënë. Jo, jam dyshues sepse unë shikoj fakte. Fakte me prova, patjetër. Tani rezulton që edhe që kam marrë aparaturën e re, dhe aparatura e re është me kartë, nuk është me fibër optike. Dakor? E kërkova ti kështu pa soll në ata. E bleva vetun, se ishte edhe në oferta, jo edhe e mora. Edhe e mora unë atë, ata përsëri kanë ndryrë. Përsëri e kanë manipuluar linjën në mënyrë të tillë që unë mos marr sinjal të plot. E kupton? Domethënë, këto nuk janë shakara, nuk janë gjëra që mund t'i bëj unë, që mund t'i manipuloj, mund të tregoj. Dhe në mënyrën më të poshtër të mundshme, kudo që shkoj unë, nxisin njerëz që të thonë që ai është në rregull nga trut. Se kështu mund të justifikojnë vetëm ata grabitjen masive që kanë bërë të parastime, që të mbrojnë këta maskarenjët e bankave të tërë, dhe sot rezulton që pjesa më e madhe e ministrave të Sali Berishës, ashtu si dhe të Edi Ramës, janë pronar të kompanive të mëdha, janë pronar të kompanive të celularve, janë bashkë pronar në kompanitë e mikrokreditit të tjera. Janë hajdut masiv. Do për gjithë klasa politike shqiptare, së bashku me krerët e institucioneve, janë përzgjedhur të tërë, janë bërë bashkë për të grabitur. Sot më grabisin mua që kam një mal me eksperiencë në këtë punë, dhe jam një nga ekspertë më të mirë të fushës, imagjinoj që i bëjnë popullit ata. Pse, shaka ju duhet juve që ata vodhen 100.000 shqiptar njerësh, dhe askush nuk mori mas? Për çfarë ke fjalën? Për ato të mikrokreditit është akuzuar Genceko në vetë parë. Genceko e ka bërë masive këtë punë, e ka bërë kastile për të grabitur njerëzit. Dhe jo vetëm për vete, a i grabit për shokët, edhe për shokët. Je nga ky krau edhe në rreth. Domethënë, që ta dini juve, këta njerëz janë mafiozët më të rrezikshëm të kësaj bote. Me që ti dojnë të flisnin për Maduron. E mbyllëm me këtë, dhe kemi diçka të re nga këto, që kemi me këto vendimet atar, përgjigje, gjëra jo përgjigje, atëherë domethënë nga gjykata që prisje, që vjen postieri, nuk të gjen që për ta mbyllë edhe që të kalojë pastaj që ta mbyllim këtë e thjesht fare. Unë u vonova tani në takim me ty se isha pikërisht e posta. Për 8 vjetëri është postieri që ishte i mëparshëm, vinte rregullisht, merrte postën e ishte në shtëpinë time dhe kërciste ikte. Posta ka marrë disa herë kohët e fundit kërkesa nga unë që të hedhin objektin postar në adresën time, sepse unë mund të mos jem atje, nuk do rriti bëj shërbim postës. Si që ndodhë me çdo kënd? Mirë po këta na del me teorinë që ne kemi një rregullore që nuk mund ta lëm objektin, do ta marri patjetër dikush me firmë. Po si je ti, të dali vllai, motra, babai, nenja, dhe unë jetoj vetëm, asnjëri sa vrotë. Dhe kam thënë këtyre zotrinve, idhemi atje, se nuk ka mundësi që të humbin këy. Po edhe atje ta marr vetëm unë, s'ka kush ta marr tjetër. Te keni të garantuar me këtë gjë. Mirë po, të gjitha këto gjëra bëhen me qëllim që të mbulojnë pjesën e veprimeve kriminale që punojësit e postës kanë kryer. Ata marrin posta letra nga unë dhe i çojnë ose nuk i çojnë në destinacion. Do të kemi prova të reja së shpejti. Nga ana tjetër, marrin letra apo çfarë mund të ketë objekte postare, ftesa etj. Nga institucionet dhe çfarë bëjnë? Nëse institucioni ja çon për shembull letrën në datën 15, ai vet datën 14 apo datën 10. Me qëllim që të justifikojë veprimin e atyre që si ishte kryer në atë kohë, pa është kryer për shkak të një veprimi tjetër kriminal. Sot ka marrë një tjetër vendim nga gjykata dhe gjykata e posaçme, ata që marrin para mal,
Sa askush tjetër. Ata marrin më shumë se kryeministri, më shumë se presidenti, natyrisht më shumë se deputet, marrin më shumë se kushdo. Dhe ç'a bëjnë? Sot vendimi thotë që në kallëzimin e Angel Lukës nuk ka jo vetëm prova, po as indicje. Domethënë Angeli e ka futur kot sipas. Prit. Ja fusin kotër diçun. Se jo vetëm që kam futur prova unë, por nga ana tjetër prova është në gjykat. Është në gjykat prova. Edhe do më thonë në mos se çosh e ti prapë është aty. Po pra është aty, s'mund ta marr unë. Kështu që unë po e bëj publike sot, do të bëj një kallëzim penal kundër, do bëj një padi penale direkte kundër gjyqtares, që ka çuar këtë vendim. Dhe vendimi është, domethënë, padia penale është me gjob, nuk është me burg, është me gjob. Dhe ka masa shtesë që mund të përjashtohet nga puna, mund të hiqet profesioni etj. Por qëllimi im nuk është që të dënoj gjyqtaren. Qëllimi im është që ta ndajmë këtë punë. O kështu, o ashtu, që do të thotë. Ose gjykata dhe prokuroria dhe policia do të jenë të detyruar të marrin provën që kërkoj unë, në rast të kundërt, ata duhet më japin mua autorizim që ta marr. Sepse unë si qytetar nuk e kam të drejtën. Unë jam përfaqësues ligjor, jam avokati i Angel Lukës, por nuk kam të drejtën unë të marr prova në institucione. Kështu që ka dy rrugë. Ose gjykata duhet më autorizoj mua me urdhër të formës prerë, që Angeli ka të drejtë të marrin prova në çdo institucion dhe t'ja bashkëngjisin kallëzimit të tij në gjykat, ose gjykata do të jetë përgjegjëse për mosmarrjen e provës dhe duhet të mbagoj mua dëmin me gjob, siç ka ligji. Dakor? E ndam këtë punë. Domethënë, si fakt të fundit, ashtu siç e dini apo nuk e dini, në datën 18 Prokuroria e Përgjithshme i ka dërguar një letër Prokurorisë Tiranës që letra është për kompetencë, pasi unë Prokurorisë Përgjithshme i kisha çuar një kallëzim penal për 2 oficerë policisë gjyqësore dhe për një bankier, dakor? Domethënë për marrëdhënie korruptive midis palëve dhe për falsifikim të aktit dhe Prokuroria e Tiranës e ka kthyer mbrapsht. Domethënë ky është dyshimi se pastaj veprimet duhet të saktohen nga hetimi. Por fakti është që ajo letra e datës 18 nuk ka shkuar domethënë nuk ka ardhur tek unë të paktën, se Prokuroria e Përgjithshme ja çon Prokurorisë Tiranës, më çon dhe mua për njoftim, domethënë që e kemi quar. Ata tani çka kanë bërë? Me gjasme nuk më kanë gjetur mua në adresë, e kanë kthyer mbrapsht. Po pse e kanë kthyer mbrapsht? Po pse ju mendoni se edhe posta dhe postieri është komplet të gjithë. Sa më shumë kalon koha, aq më shumë njerëz implikohen. Implikohen sepse futet në mes një policë, të themi, apo një i shikas dhe i thot bëj kështu sistemu se e dim ne të tjerat. Mos ki merr akti. Jep garanci atje. Japi garanci dhe njerëzit marrosen. Deri aty sa zyrtarët më të lartë kudo që shkoj unë bëjnë sikur flasin në telefon me të jemën apo me tjatën e i thot meri laçin se si e mirë. Në që kuptim, si, ja thonë atyre, që ta japin dy si mesazhe? Po pra, ja u thonë atyre, bëjnë sikur ja thonë atyre, po më thonë mua. Ere. Do më dhenë, psikopatia, marzia, ajo ndjenja e marrosjes komplet që duan patjetër ata të tregojnë se unë nuk jam në rregull. Sepse ndryshe ata nuk i mbajnë të gjitha ato që kanë vjedhur. Ndikohesh ti një nga ato që bëjnë këta? Unë ndikohem, po duhet të jesh budallat mos ndikohesh nga këto. Si reagon diku kur... Si reagon? Normalisht, një njeri që me të vërtet nuk do kishte eksperiencën e këtyre gjerave, mund të bënte gjera me të vërtet. Po unë ja u njoh karakterin dhe... Nuk reagon, i injoron do të thënë. Jo, i injoroj për momentin, po unë do bëj veprimet e mia ligjore, për atë. Në moment aty nuk është... Në momentin unë i injoroj, se s'kam rrugë tjetër. Ata e bën kastile për të... Ata e bën kastile për të më provokuar. Për të më provokuar... Po, që të më nxjerrin nga vetja. Përfitojnë pastaj nga pjesë, pastaj jashtë. Dhe kanë 20 muaj ata që nuk e regjistrojnë vendimin e formës prerë. Dhe gjykatësit, gjithë ata 20 veta që janë maksimumi plus, po flas vetëm për prokurorët. Edhe një 10-15 gjyqtar, edhe një 50-60 punonjës të BKH-s, domethënë këta më të trajnuarit dhe më të paguarit marrin një man me para për të mashtruar popullin, për ta çbërë drejtësinë, për të legalizuar krimin,
për të legalizuar vjedhjet. Gjithë kjo drejtësia. Gjithë kjo është bërë për të pikërisht që na shitet ne, gjithë kjo që i shitet popullit. Vetëm për të mashtruar, vetëm për të legalizuar, për të thënë nesër pas nesër që çka kishit ju dyshime se Klodian Brau është i korruptuar, është manipulator etj. Të sigurojmë neve që ai është goxha burr. E kemi siguruar me vendim, ja, urdhro. I do përpjeti për të Do ta zhbëm ne këtë për ta mbyllë të pjesë. Ne do ta zhbëm këtë se s'bën. Ti je Fjalë burrash. Miq, vazhdoni të na ndiqni me Engjëllin kundër djajve.